që nuk e kuptojnë vetëm njerëz të PD-s, ndërsa nëse keni parë me kujdes, një pjesë e madhe e publikut tashmë ka një lloj, të themi, jo indiferencë, por ka një lloj neverie. Gati neverie. Jo gati neverie, po e ndjej gati neverie, shoh njerëz kur del në televizor apo lokale, nuk e durojnë dot. Ata janë të ri dhe si nuk artikulojnë si mendimtar, si artikulojnë. Kurse për ato vjen keq. U duket një person grotesk, një person i cili gjithsesi merr përsipër të laj, të themi, fytyrën e vet dhe gjërat që unë mendoj që është e tepruar, sepse të dyve, edhe zotit Rama, që duhet të bënte mea culpa për shumë gjëra, për mandatin e tij, zoti Berisha duhet bëj mea culpa morale për shumë gjëra, por këtë e bën vetëm një shpirt i lirë, njëri me mendim të lartë. Unë besoj që ky nuk është rasti i zotit Berisha, sepse ka shumë njerëz që besojnë për zotin Berisha dhe zotin Rama që janë mendimtar, që janë të përshtatshëm për pushtetin e kështu, por t'ju them diçka, zoti Demalia, siç ju keni nisur këtë mjedis modest që bëni këtë program, politikanët për të treguar veten në një moment caktuar tjetës, duhet lënë një traktat, duhet lënë një libër programor të shpjegojnë, unë e bëra këtë për këtë arsye, shkova këtu për këtë arsye. Më thoni ju, keni ndonjë libër të tillë nga zoti Berisha? A ka ai se çfarë të tregoj për zhvillimin shqiptar? S'ka njeri. Ti me atë libër i thua, po, ti nuk e bëre dot nga kjo deri këtu. Zoti Rama ka bërë një libër që e servilosin njerëzit që janë rreth tij, po nuk është libër programor që ti të shikosh si ai mendonte Shqipërinë, si ishte Shqipëria dhe si do donte ta bënte Shqipërinë, atë që pararend si i të majtëve, shkëlqësia e tij, Sami Frashëri e bëri me shpirt, ai ishte më shumë i Turqisë se sa i Shqipërisë për atë kontribut që ka, por rrënjët e shpirtit e treguan, la një testament të madh, që ti gjithmonë e shikon dhe thua, po këta ishin vëllezërit të Frashëri. Dhe njerëz që kanë një kohë ka gjatë politik dhe nuk lejnë një testament. Duhet të lësh diçka. Testamenti është gjithçka.